Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Skënderajit. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re, familjes Shpëtim Hajdarit, e këtu me neve Shpëtimi, Shpëtim. Mirë, faleminderit. Egzofsh. Tashmë, me qenë në ambientet e brendshme shtëpisë të re, Shpëtimit, na po i lëna me pamjet se çu ka qenë vizitën e parë. Unë jam Shpëtim Hajdari nga fshati Tushil, komunës Skënderajt. I kam 4 fëmijë edhe shoqën vetë i 6 i banej nga fshati Tushil. Kam nevojë vallai për shumë desene se s'po muja dal me qytetarna që i kam. Kam nevojë mas shumë të për një vend banim që kush ka mundësi, se i kam kushtet pak dëpta. Qështë? Kush ka mundësi më mu për një vend banim, kushtet ju bashkë mira. U jetoj me një social që ma ka mundësu komuna Skënderajt që e marrë 150 euro i marrë social. Qështë vetë për nej ka pak kush ka mundësi abden më më thirë një dit për një dit ja, qështë për nej ka pak sa për mos me je keq për me hongër me pi. Për tjetër sen ty si ka mundësit as me renovu shpin, as me boj zgjidhjet banimit, as kur gjë heq. Veç sa me hongër me pi ka pak, që është kush të më thirë me punu ka pak. Naj det. Kështë po ta shku aftë, love jam ty bez, ta shku a dimnit, s'kam ku punëj, duhet me nejt që të me thmi. A mas të kesti kam nevoj për shumë sene, mas të kesti për një vend banim, për puna shtynë e thmive, se këto ku jam kushtet e mira nuk janë. Kjo shtëpia është e marrune për ndima. Ishtë në bashkallak atëre fill mas lufte, është e marrune për qatë hershë, atë po as nuk më shilën dyrt, as gjotë, qysh me thonë ftëv, ta shkua ftëv, as nuk bojnë dyrt, ju ishin edhe vetë, kështu, qëtë sene zdi. Për moment, unë kum kërku në ndima, bëden edhe për juve, për atë kush ka mundësi, diçka më një mu, kështë bu mirë, jo, apet çdo kush e ka adin drejtën e vetë. Shpëtim, ndryshimi i madh. Po, faleminderit për gjithëve, për ata kush ka kontribu për ndërtimin e shtëpisë tem. Faleminderit gjithë, po socialisht faleminderit motrën edhe dhonrën, e cila ma ka mundësu për foljen e tukës për ndërtimin e shtëpisë tre këtë. Dhe faleminderit të gjithë ata që kanë kontribu sa dhe pak, për shembull, për ma lecu jetën. Faleminderit gjithë. Pa atë s'ku pos perspektivë, shkollën e kom pos largë, uje, kësi sa nëshë i kena pos munges. Tash e kam ma let puna se tash për dijet që është ma let e gjde sen, se këtu e kam shkollën afer, qytetin afer, e kam gjde sen, e kam ma let për gjithë shka. Edhe herë falenderoj gjithë ata kush ka kontribu, falenderoj për zemërsisht, gjithë ata që kanë ndihmu për ndërtimin e kësaj shtëpie. Një lëmë mirë në dha para se më hinë në thedhë që e shtu edhe një bazë re. Po, që një 4 ditë e kam edhe i vojsë. Falenderoj për gjithë ata cilët kanë kontribu për ndërtimin e kësaj shtëpisë. Faleminderit shumë. Listën e donatorëve për ndërtimin e kësaj shtëpisë na do ta bëjmë publike në rrjetet tona sociale, e na po e lëna me pamjet e shtëpisë së re, Shpëtim.
Për herë ju kuft. Pas që falenderit shumë falenderit juve dhe shoqatës juve jetimave të Ballkanit, ju falenderoj përzemërsisht, falenderit shumë për juve. Zoti ju ruaj. Na pajdona me pamjet e shtëpisë së re, më mirë se Zoti ju shpërblet.